Senatorët amerikanë, republikani Tom Tillis dhe demokratja Jane Shahen i kanë prezantuar një amendament Kongresit Amerikan përmes të cilit kërkojnë njojnë reciproke midis Kosovës dhe Serbisë dhe refuzimin e politikës që mbështet ndryshimin e kufive mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të mbështesin një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë, të bazuar në njojnë reciproke, thuhet në këtë amendament, në tekstin që mban datën 6 shtator, para se SBA të pezulloj dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, po ashtu i bëhet thirrje qeverisë amerikane që të vendosë dialog strategjik me të dyja vendet, pasi ato të kenë shfaqur angazhimin për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Amendamenti është pjesë e një projekt ligji i cili parashikon buxhetin për vitin fiskal 2026 për ushtrinë amerikane, ndërtimet ushtarake dhe aktivitetet mbrojtëse të Departamentit të Energjisë. Amendamenti që aktualisht është në pritje të shqyrtimit përfshin edhe çështjet që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe pozicionin e SBA-ve për Ballkanin Perëndimor. Në hyrje, dy senatorët thonë se vendet e Ballkanit Perëndimor përbën një rajon pluralist dhe multietnik në zemër të Europës, i cili është vendimtar për paqen, stabilitetin dhe mirëqenien e këtij kontinenti. Vazhdimësia e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në Ballkanin Perëndimor është drejt për drejt e lidhur me mundësit për përparimin demokratik dhe ekonomik që u ofrojnë qytetarëve dhe banorëve të këtyre 7 vendeve, është në interesin e përbashkët të SBA-ve dhe të 7 vendeve të Ballkanit Perëndimor që të promovojnë rritje dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në rajon. Në këtë amendament kërkohet qëndrimi i Kongresit që marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, e cila u arrit midis Kosovës dhe Serbisë me 27 shkurt 2023 me ndërmjetësimin e BE-s, përbën një hap pozitiv përpara drejt avancimit të procesit të normalizimit midis dy vendeve. Po ashtu theksohet se Serbia dhe Kosova duhet të angazhohen për të bërë përparim të menjëhershëm në aneksin e zbatimit të marrëveshjes së përmendur. Pasi të jetë arritur përparimi i mjaftueshëm në aneksin e zbatimit, Shtetet e Bashkuara duhet të shqyrtojnë mundësinë e nismave për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe me të dyja vendet, që mund të përfshin krijimin e dialogut strategjik dypalësh me Kosovën dhe Serbinë, nisma konkrete për thellimin e lidhjeve ekonomike dhe investimeve me të dyja vendet. Po ashtu, nënvizohet në amendament se Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të mbështesin një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë, të bazuar në njojë reciproke. Më tej thuhet se politika e qeverisë së Shteteve të Bashkuara është që të mos ndjek asnjë politikë që mbështet shkëmbime territoresh, ndarje ose forma të tjera për rishkrimin e kufive mbi baza etnike në Ballkanin Perëndimor, si mënyrë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve të rajonit dhe të mbështesë demokracitë pluraliste në vendet e Ballkanit Perëndimor, si një mënyrë për të parandaluar rikthimin e konflikteve etnike që kanë karakterizuar më parë rajonin.